përshkruan të gjithë protagonistët e thirrur për të ndërtuar dokumentarin e shkurtër nuk mundet do të them asgjë. Dua vetëm të falenderoj të gjitha studiot pjesëmarrëse. Ka qenë një pjesëmarrje e konsiderueshme, një vendim jo i lehtë për të përzgjedhur 5 finalistët dhe dua të falenderoj edhe Korporatën Shqiptare të Investimeve, duke marrë vetëm ta për të bërë një përshkrim të bilancit konkret të këtyre konkurseve. Atëherë, sot që flasim bashkë me këtë konkurs, jemi në 15 konkurse të realizuara ndërkombëtare. Kemi 3 konkurse që janë duke u përgatitur. Të gjitha konkurset janë të standardeve më të larta ndërkombëtare, jo vetëm për nga pjesëmarrja e arkitektëve ndër më të mirënjohurit e botës sotme, dhe as vetëm për nga përbërja e jurive ndërkombëtare, por edhe për nga procedurat e ndjekura. Janë aktualisht 12 kontrata të lidhura, 7 kontrata të tjera janë në proces, 3 master plane, janë 20 objekte publike për zhvillim. Pra, gjithë thelbi i aktivitetit të Korporatës Shqiptare të Investimeve është që duke vënë në dispozicion prona shtetërore të degraduara ose në nevojë për zhvillim, të marrë mbrapsh përfitueshmëri të lartë financiare dhe nga pikpamja e hapësirës në funksion të publikut, në funksion të nevojave të institucioneve publike.